Ja, pra u ktheva prapë edhe një herë në Facebook dhe lexova një koment të mikut tim personal, mik shtëpie, vlla, shok, që më thoshte për një post që unë kisha postu këtu në Facebook para ca ditëve, që ishte më shumë bashkëbizetim me fisin tim të shpërndam, të halakat, që së njohim mo se ku është, por që flisje për ata troje që mendojnë që kemi pas edhe si kemi, nuk e di nëse na i ka marrë kush apo janë pa pronar. Edhe më kujtu në to fshataret në Velipoj, që janë ngritë e protestojnë se një tregtar, një developer, këta zhvillues, si theme ne, këta që merren me ndërtime, u pas ka marrë tokat ose një pjesë tokëve të tyre, edhe po bën një resort. Edhe ky miku im më thot që disa mi e ke gabim, se këto nuk janë pronarët e vetë tokës, këto që janë ngritë atje në Velipoj, ku janë këto, po janë të ardhur. Janë të ardhur që s'kan të bëjnë asgjë me tokën. Edhe mund t'jetë kështu. Mund t'jetë e vërtet, unë nuk besoj, po mund t'jetë kështu, çdo gjë mund ndodh. Por problemi që kam unë është kur ngrihet një grup njerëzish në një shtet, në një vend, kundrejt një personi tjetër që po merr tokat e këtyre, edhe të dy palët mendojnë që kanë të drejtë, zakonisht shteti nxiton me njëherë, edhe nuk del në krah të njëjtit kundrejt tjetrit, siç ndodh me këtë shtetin ton fashist. Mundet që këto fshatar janë ngrit në protesta pa të drejtën e pronës, se nuk që ka prona e tyre. Por kush na bindi neve që ky pronari që ka pas këtë drejtën e pronës, se kush që dha, kush e shiti tokë në Shkodër, se duhet dalë dikush nga këto atje që e pati tokën, që e zoti tokës dhe i e shiti. Pra shteti, ky shtet fashist, ky shtet kriminalësh, nuk mund të dalë në krahun e një personi që qenë nga më i fuqishëm dhe patjetër që është vetë shteti i lidhur me to, kundrejt saj sa tjereve. Ndalohet, shkon policia, po policia gjoja e parë që bën është ndalon punimet, edhe i detyron të shkojnë në gjyq, edhe një herë në gjyq të hapur publik, ku dhe gazetarët kanë të drejtë ashtu të vëzhgojnë, të hetojnë, e të bëjnë hetime. Si ndodhi, pse ndodhi që një biznismen në dil ka diku pa emër, pa fytyrë, pa lidhje të qarta, pa të zëngjirin se si kalu përona, dorë me dorë dhe ka shku te ky person. Pra shteti një shtet fashist, që nuk mund të marrë krahun e njërit kundrejt tjetrit, aq më keq krahun e të pasurve kundrejt njerëzve që s'kan brek në bëthët, më falni për shprehjen. Kjo është ajo që mblemerit më. Mundet që në këtë grup të ketë maskarinj? Patjetër që mund të ketë, që mund të shfrytëzojnë këta për nuk thash që ka, mund të ketë, që mund të shfrytëzojnë këta thjesht se duan përmbysjen e qeverisë. Po me sa pashun, unë i pash ata. Ato fshatarët të thjesht mu nuk ngjan partijak. Tjetër gjë nëse kundërshtarët e qeverisë mund të dalin në krah për arsye të veta, por mund ngjan njerëz të thjesht fukarej, njerëz fshatar, pa ndaj që quhet jo për kraje, lidhje partijake kështu ngjan. Edhe një herë, ajo që më alarmon është shteti fashist që del në mbrojtje të balozëve të mëdhej që vjedhin pronët e tona në shkeljen neve me kom, edhe i merr zvarr njerëzit dhe thjesht që mund të mos kenë drejt, nuk e di, por ti pezulloje.
Ndaloj, merri zvarë dhe ato, shoferët e kamionëve, buldozerët që janë që bëjnë punë. Merri zvarë dhe pronarin që ose ka fillu punën në një resort ku ose nuk ka leje, si që thonë këta, ose janë të dëshimta se si janë dhënë. Merri zvarë dhe ata që kasin, në që ose ka shkel drejtën dhe ka dhënë dokumente false, por ky është një shtet fashist, një shtet kriminalësh. Problemi që ka unë është se ne s'kemi akoma një fuqi të pastër që të na vi e të na udhëheq masi të bjerë kjo qeveri. Për arsye se ata që kanë hikë dhe janë opozit, janë ata që kanë shkatruar çdo gjë që patëm ndërtuar për 50 vjet, gjerë edhe vetë ushtrim. Ata janë kriminal, jo demokratët të ndershëm që kanë mush radhët e asaj partije që është opozit. Jo socialistët të ndershëm që japin votën kësaj partije që është qeveris vendin, por krerët, klyshët e dy partive. Këto janë të meri dhe im që në fund të fundit është Çoğu Hoxh të ullet prifti. Unë nuk kërkoj që tjetër të ashtë se s'kam besim që kanë një forcë që do të zëvendësoj këta qeveri që kemi, këta qeveri kriminalesh. Por nuk duhen në asnjë mënyrë për krah këto metoda fashiste, këti shteti fashist, që shkon dhe shkel më kam njerëzit më fukorej, më të pambrojtur që shteti do të mbroj për të mbrojt kriminalet e vetë që vinë uzurpojnë tokët tona dhe ndërtojnë resorte, gjojnë në emër në tyre, po janë në emër, janë pronarë të vërtet, janë qeveritarët, që kanë detyra në për ministri apo kabinetet këtij shteti fashist. Sa më qoka ju përshëndet.